Madhështia e njeriut nuk varet në autoritetin që ka, por në dashnin që jep, në përkujdesin që difton, edhe në madhështin e të veprumunit të tij. Janë të bekumat ata cilë din me shërby, e shërbimi është në mënyrë konkrete një shaj dashnie. Prandaj mlen me të shërby, sepse du me dëftu dashnin që kam për ty, du me dëftu përkujdesin që kam për ty. E përveç kësaj, të tanja e gjo që ka me bon e të ka me ken reflektim i asaj që ka është mrena me jetë në raport me situatën tane, me ty, me gjithka që ti je, me krejt si person. Prandaj, le të kërkojmë edhe na për çdo ditë me vu kontekstin e shërbimit si një parim dashnie. Tek e fundit dashnia, nëse nuk zbërthehet me fjalë, nëse nuk përkthehet me të gjithmonë e vakt, e pakuptueshme, shumë e cekt, edhe nuk hyn në thellësinë e saj. Blen me të shërby, du me dëftu dashni.